Edhe pse është një festë zyrtare dhe tashmë e kthyer në traditë në të gjithë vendin, dita e verës këtë vit në Bulqizë ka kaluar thuajse në zbehje. Vitet e kaluara zona në qafën e Buallit të mbushur me qytetarë që vinin kryesisht nga qyteti i Bulqizës dhe zonat përreth për të kaluar kohë në ditën e verës, por këtë vit e gjithë zona është thuajse bosh. Janë të pakta ata familje të cilat kanë vijuar traditën për ta kaluar në natyrë ditën e verës. Ata kanë zgjedhur livadët në anën e fshatit Plani Bardh, ku përveç qëndrimit në natyrë kishin marrë edhe ushqim me vete. Sa kaq ato pak familje që kanë dalë për ditën e verës thonë se çdo vit që vjen po paksohen banorët që dikur mbushnin fushë livadë në ditën e verës. Shkak mbetet largimi masiv dhe ekonomia e dobët familjare. S'ka lek njerëzit. Ku dhe hanë, ku dhe pajnë. Çdo gjë kara ekonomia. Normal që kara. Në sidomos Bulqiza kara komplet. Veni më i pastër Bulqiza, më fukara nga Bulqiza. Ku veni më i pastër? Ku i ke gjimë të risët? A shef një gjimë të ri, një gjallë të ri. E shef, kërkuni. Vitën më para, që ka 3 vjetë s'ka asnjë. Asnjë ka 3 vjetë. Mënohen njëzit dalin që të për të kalu kohën, për që të zhanuk. Mënohen me grej pak rëgat, grej ushqimet. E nuk ka asnjë gjë. Edhe në bashkitë e tjera të qarkut Dibër, dita e verës ka kaluar në heshtje pa aktivitete festive.